Nëse një prind vëre që ka një ndryshim në sjelljen e fëmijës, hapi i parë që duhet të bëj është të mundohet të krijojë një valvulë shkarkimi ku fëmia të ketë mundësi të shprehet. Dhe në përgjithësi kjo nuk është një gjë e arritshme brenda pak minutave, pra nuk mjafton një çka ke kështu apo pse sillesh kështu në ton akuzator, duhet të ruhemi nga kjo mënyrë e të pyeturit, sikur ky është një faj që fëmia po bën, por më shumë të përpiqemi pse fëmia po reagon në këtë mënyrë. Pra çfarë fshe pas kësaj sjellje. Sjellja është shfaqja, shkaku është më pas. Kërkon pakës kohë për ta zbuluar. Sigurisht që mundësia për të kërkuar ndihmë sot është më e madhe se sa kurrë. Ka qendra që punojnë me fëmijët, specialistë në gjithë terrenin që ofrojnë shërbime për fëmijët dhe adoleshentët, sepse prindrit nuk duhen lënë vetëm në këtë, nuk është turp të kërkosh ndihmë, nuk është dështim në prindërim të kërkosh ndihmë. Fëmijët nuk vijnë me një manual përdorimi në jetën e tyre, ndaj ne na duhet të marrim të gjithë ndihmën që na nevojitet.